E para unë e konsideroj veten i kanakët drejt Soros. E futa doktor Berishën ke Soros tani apo jo. Ka përgjegjësi maksimale, 28 deputet, të ti nga këta 18 janë të Sorosit, kanë firmosur zotin Shabani. Po i thënë zotin Shabani tani për etik. I cili duhet paraqes diplomën, është i diplomuar apo jo. Për herë të parë studin tuaj ke. Ju thoni trajtoj mua Sali Berisha? Sali Berisha dhe unë i kemi ik kristianizmit 200 vjet përpara. Ne du më u rikthy me Europën perëndimore. Doktori nuk e di. Doktori ka pas shansi më u kthy. E ka pas këshillim zero njerëz Sorosin në listë. Kësa radhe përgjegjësia është e doktorit, sepse listën e ka bërë doktor Berisha me 12 mars. Doktor Berisha do t'i hiqej non grata. Nuk i është heq non grata dhe nuk do t'i hiqet derisa të pastrohet nga Sorosi. Kanë marrë një iniciativë më duket brenda, deklaratën që kush është Soros dalë për jashtë. Po e dini jo që ai ka 6 prefektura që udhëhiqen nga njerëzit e Sorosit. Pra Sorosi ka fut tentakulat në Partitë Demokratike. Nuk mund të themon se i ka fut apo jo Sali Berisha. Se Sali Berisha ka pru Sorosin në Tiranë. Po pati një moment Sali Berisha konfliktu me ta. Atëherë Basha Çaboni e mushi grupin me Soros. 27 deputet plus 4 LSI janë Soros. Po su pastru kjo punë? Rama Soros për Soros? Ore, qërë për qërë e kom në borta. Do me thonë, pse do të zëvëndësoj një grup Soros, agenda Soros, me grupin Berisha Soros, që her pas here i ka rënë në kundërshti Sorosit. E këto lapaj, se më thati mund të protesta. Nga ana qytetare, unë jam me lapaj. Na i bëri thirrje, i duam dhe partite djatha tha këtu, nuk kena paragjykim. Jo zotri, ti duhet thush më fal, nuk jam më agendën Soros, se ai do të shkatroj familjen time. Dhe ai ka një familje të mirë, lapaj, në dienin time. Ka një familje personale, flasim si kryefamiljar. Është martuar ai dhe ka një, më duket se ka një vajzë në dienin time. Pra ka një familje të mirë, ka nisur të marrë një familje të mirë. Protesta ati është legjitime, i bëj ftesë të Ramës, mos e sulmo. Mos e sulmo, se nëse bën thirrje individuale me emër, Kujtim Gjuzi, kryetari i Partisë Konservatore, të dua me gjithë konservatorët këtu, po të them aty do të shkojnë njerëz me doktoratura dhe Bovaki Edi Rama nget një nga ata, ke nga Anakondën. Unë nuk e di se ç'është ç'baja, se unë ato një për kaubojsa. Po ke nga cmua Anakondën e kupton ç'them. Mos harro kur të kam thonë që Ilir Meten që ke bë president do të shkojë aty ku është.